Timi Vizit erdhi nga Rama tani. Mblodhi plaçkat, o zotri, a ka 12 sekondë. Mblodhi plaçkat dhe erdhi ty. Mblodhi plaçkat herën e parë. Nga ty dhe shkoi te Rama. Tani mblodhi plaçkat nga Rama erdhi këtu. Çfarë do të thënë kjo molla? Ta them unë. Dhe çfarë po thua njerëzve ti? Jo thuaj atyre mos e, unë jam i qartë për vete. Po flamur, unë jam i qartë. Po, shumë mirë atë. Mua nuk më gënjen dot me as ti as Rama, as Zoti këtu, po të zbres. Me këtë gjendje që është. Por tani ti e u thuaj atyre. Te Zoti pak me kujdes. Jo, jam me kujdes me. Te Zoti kujdes, po tani do më bësh edhe te Zoti me kujdes. Mund mos besojmë edhe te Zoti. Si ja numëron votat? Po të bëj si ju, dhe Zoti. Nuk besojmë. Si ja numëron kapacitetin e votave këtyre? Tash them unë nuk kam nevojë të numëroj asgjë. Fakti që se aty përveç jeni shehit, unë besoj se merr njëri tjetër vota. Dakor, edhe unë, po tani fakti që të gjithë forcat politike u bashkuan rreth Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, këto i quan ti. Po se forca politike kishte Agroni që kishte këtu. Është një forcë e re. Arlind Qori është një forcë e re. Lapaj. Thuaj çfarë duash, është një forcë e re. Thuria është një forcë. Bëj një pyetje unë. Urdhra. Se ti i ke dhënë vetes tagrin të emrosh forcë partitë, kush janë partitë e kush. Jo, i kam dhënë vetes të them çfarë mendoj. Jo, po të prit. Jo ti emëroj, mo, emërimin e ke bërë ti, ja ku i ke. Jo, prit. Emërimin ja ku e ke, mo, o zotri, e ke ti këtu. Unë i kam dhënë vetes të drejtë të them atë që mendoj. Çfarë thot ky, mo? Ku e diti? Po sondazhet gjitha tregojnë që kanë. Jo, sondazhet. Arlind Qori. Shini këpucët me sondazhet që bë fuga, i vetmi që është i provuar është Arlind Qori. Po mirë. Prit, tash t'ju them unë ju. Agron Duka në rastin e herën e fundit që para se të prishte koalicioni. Se kjo që thoni ju, gjitha kjo është skemë e Ramës, po unë nuk bijem në kurthin e Ramës. Skemës Ramës, kjo logjikën, ja them unë. Ja t'ju them unë logjikën t'ju. T'ja arrëzoj gjithë logjikën ramoviste. Me ato dua më të arrëzosh. Po pse? Logjika juaj ramiste ju rëzoj unë tani. Pse logjika kush nuk mendon si ne është ta futim në bushatin bisedë. Bushat vetëm 30 sekondë. Logjika ramiste. Flamur thuaj diçka dhe të futet në bushatin bisedë. Rama zhduki koalicionet sepse e dinte që me koalicionet dhe me Sali Berisha me gjithë partitë do humte. Edhe mendoj që po i zhduk koalicionet, zhduk gjitha partitë. Po, tani unë ditë them një gjë, në emër të Partisë Demokratike. Çdo njëri për këtyre vlen shumë. Vlen shumë. Çdo kush që është kundër këtij regjimi vlen shumë sot për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Jo, mos është shumë. Jo, kështu është. Për mua është kështu, po. Vlen shumë çdo kush që është kundër këtij regjimi, i cili ka një emër të mirë dhe një dinjitet. Tash jo çdo, tash më fal, njëri aty që ka shit votën, disa prej atyre, për ta ndihmuar Ramën, që shkatron kushtetutën, për mua nuk vlen kjo. Zotri i dashur. Me këtë do dorëzosh Ramën ti me atë që i ka dhënë votën Ramës për kushtetutën. Unë do ta arritoj Ramën me të majt dhe me djathtë. Dakord jam. Çdo njeri që do të vi për të dorëzuar. Jo me atë që është bler nga Rama. Edhe me atë që s'është bler asnjë, me atë që ka gjetur Rama. Ai ka djeg nuk e dogji mandatin, shkoi te Rama. Tash zotri, prallat shkonin në realitet. Realitetet Mushat. Ai ka bërë kushtetutën Rama me këta. Zotri, jo. Me parlamenti kërpërata. Po janë kërpërata. Ka mundësi për zotri. Po janë kërpërata ata. Jo, më nuk janë. Si më nuk janë? Nuk janë. Por ai ishin këta parlament. Nuk janë. Kërpërata është Lut Basha që na preu mbesën na shiti, jo këta. Po mirë, dakor, kjo është, unë po flas për tabur. Ta futim bushatin bisedë. Ta them unë tash. Ta futim bushatin. Këta Agron Duka ka 40000 vota në herën e fundit që është mundsuar të testohet. Kur? Në zgjedhjet lokale tani para një viti gjys. Po si ja matën zgjedhjet? Po ka marr votat e tuaj në 2021. 40000 vota. Vota politike po themi mor zotri. Po zotri, ka marr vota politike të tuat më pak. Tjetri ka votat ja ketën ti. Tjetri ka 30000 vota, tjetri ka 10000 vota. Por edhe në aritmetik po na bën vëllënja. Doni të tregojeni. Por e ka marr votat e tua zotri. Jo, s'ka qenë. Këto pralla ka marr votat e tua Flamur. Jo, shkojnë ku janë i Ramës ju. Këto pralla. Idrizi ka marr votat e tua. Duka ka marr votat e tua. Por i tregoj janë i Ramës. Por e do të gjoj. Ne po themi që janë votat e tua ti thua jo Ramës, jo, pse po ja them? Po çfarë Ramës çali dhe ka Rama këtu? Ja t'ja tregoj unë. Ai ka marr votat e tua. O zotri, jo. Ore po gënjen mua dhe njerëzit. Jo, jo. Ti e ti ja. Idrizi me partinë e vet ka marr votat e tua, nuk mori. Ja fut kot. Mirë, më thuaj sa vota ka Idrizi? Sa vota ka? Ta them unë. Thuaj pra. Ki durim. Ta them unë se ja futi kot. Logjik ramiste. Hiqni dorë, më dëgjoni mua tani. Unë si Parti Demokratike vetëm qetësoni, tash t'ju them unë. Ne çedhemi. Unë si Parti Demokratike në zgjedhjet e 2025-s, 23-shit, 25 nuk ka ndodhur. 23-shit. Unë u futa. Janë zgjedhje lokale zotri. Po të flas për zgjedhje politike. A të mbaroj mor zotri.
Po shpesh mbaron më tani se po ti fituajt, po më gënjeve. Zotrin që po pse mo ti fiton duke më gënjur mua? Ideologjia ramiste, më dëgjoni. Ore po më gënjeve mua nuk fiton më. Gënjej më dëgjoj të flas shifra. Se po të fitonje unë do vija këtu i gëzuar të më gënjeje. A më the shifra? A do durosh? Po ki më durim mor zotrin. Ore po të flas për zgjedhjet lokale. Ore ki durim. Po të thot për zgjedhjet 2021. Po flas për zgjedhjet politike. Janë të njëjta zgjedhje që do vinë pas nesër. Ora do t'ju them edhe 2021-shit. Ç'keni po duroni? Tani në 2021-shin që ke bëri forcuar shumë. Prit, në 2021-shin ishte Agron Duka në koalicion me ne dhe ishte brenda listës tonë sepse Rama është duku koalicionet. Po, prej këtyre. Ishte Vangjel Dule me ne se Rama është duku koalicionet. Prej atyre pra, se ata e legjitimun parlamentin. Strategji fushat edhe logjik ramiste. Ta fotim viset, po leta niset. A do të fut prapë reklam pastaj se na ikën niset. Më prisirën e kaluar. Unë shumë, por strategji fugiste. Dhe logjik ramiste unë e përçmoj. Një pyetje kam unë. Jo, pa të marrë këto fugiste pastaj me. Jo, s'ke kuptuar asgjë. Tani dëgjoj. Ishim me ne. Po ke kupton më kur tani se ti po përpiqesh në 2023-shin. Unë isha vetëm me Partinë e Lirisë, Partinë Drejtat e Njeriut dhe PDK-n në Arnokës. Të gjithë partitë tjera dolën vete. Njëri mori 40, njëri 20, njëri 15, njëri Salisheu ku është 18 ka marrë legaliteti, 10 njëri ballë, 8 njëri tjetër. Prit votat e këshillove bashkiak me votat politike Tashti zotrin të dashur. Se me vota partish morët 130.000, 230.000. Unë e kuptoj që Rama është në një dëshpërim ekstrem. Dhe nuk të zgjidh punë kjo gjë. Nuk ka prit. Dhe nuk ka këto gjëra që po do themi ne dhe mundohet të sulmoj antarët e koalicionit. Jo zotrin, pse? E vetmja mundësi. Se ti thua që duke sulmuar këta ndihmohet Rama thotë tash? Duke sulmuar koalicionin ndihmojmë Ramën. Po, po sulmojmë koalicionin, po sulmojmë koalicionin që bëni zgjedhjet. Antarët koalicionit dhe nuk isha thash, nuk kisha kohë edhe 4 parti tjera do t'i kisha fut në koalicion. Po ja them unë. Themi gjon ti. Më lejo ta marrë aty. Ma lejo ta pastaj do bësh ditë. Jo, një minutë, ndërpres këtu. Bushat, zotri. Pritë burtë. Më ke thirrur. Po ta futim. Jo, dakord, Bushatit kam kërkuar ndjes 20 herë. Tani po ju them. Po i ke thënë Bushatit si mos flas. Jo, po. Ja kam kërkuar unë. Ka marrë lej këtu. Po, i kam kërkuar unë, i kam marrë lej. Ka marrë lej. I kam marrë lej, po ja ku është, i kam marrë lej. Mbaroni këtë temë. Le ta mbaroj. Do dalë çik në temë tjetër. Tash ti më le ta mbaroj. I kam marrë lej zotrin, të lutem, më le. Ajo madhështoria ka. Ore zotrin, më lejo ta mbaroj. Po se jo, po kjo është madhështorë. Më lejo ta mbaroj. Madhështorët ta janë Bushat. Kjo se flasim për madhështorët, ja ku i ke. Madhështorë është Shqipëria, këta do punojnë për ta bërë. Këta janë kontributorë në vota për Shqipërinë. Jeni qeri, gjuzi tjetër do punojnë për ta bërë Shqipërinë madhështorë. Janë kontributor për Shqipërinë. Se mos mendoni se vetëm ju jeni kontributor për Shqipërinë dhe keni ekskluzivitetin e kontributit ju. Shumë shkurt. Jo, këto e gjithë janë aty, gjithë secili.